Personat që hanë hurma kaki duhet urgjent ta dëgjojnë këtë lajm. Hurma, ose siç quhet në disa zona kaki, është një pemë e prejardhur nga India e Largët, Kina dhe Japonia. Në mjekësinë popullore përdoren pothuajse të gjitha pjesët e bimës, si frutat, gjethet, degët e të tjera. Ajo përdoret të freskët e thatë në përgatitje reçelje, marmalate, ëmbëlsire e të tjera. Frutat përmbajnë 17% sheqer kur janë të freskëta dhe 62% kur thahen. Përmbajnë vitaminën A, C, proteina e yndyrna, kripa minerale e të tjera. Çdo ditë konsumoni 1 deri në 4 hurma të pjekura dhe kështu do të merrni përfitimet e tyre me rezultate të larta në mbrojtjen e shëndetit. Gjithashtu, hurmat mund të jenë të mira në rritjen e vlerave të imunitetit. Ekspertët rekomandojnë gjithmonë konsumin e hurmave të pjekura në mënyrë që të mos ndikojë tanina e tyre në probleme të tretjes. Është e rëndësishme që këtë frut ta konsumoni gjithmonë në masën e duhur.